Ish deputeti I Partisë Socialiste, Jurgis Qyrbja, është liruar nga burgu. Ai ka shlyer dënimën e tij me 2 vite burg. Të premten, gjykata e posaçme e apelit rrëzoi një kërkesë për liri të tij, në limite të shlyerjes së dënimit. Ai u drejtua shkallës së dytë, aty ku ndodhet edhe dosja, pasi kishte ankimuar dënimin për të shuar masën e sigurisë, arrest në burg. Por treshja e gjyqtarëve konstatoi se 2 vitet, duke përllogaritur para burgimin, mbusheshin këtë të shtunë. Për këtë arsye, në pritje të plotësimit të afatit, kërkesa I urrëzua. Ish deputeti socialist u gjet fajtor në nëntor të 2025-s nga gjykata e posaçme për akuzat e korrupsionit në zgjedhje, tregimit të sekretit shtetëror dhe përkrahjes së autorit të krimit. SPAK nisi hetimet pas zbardhjes së komunikimeve në aplikacionin Sky, ku u gjetën biseda të ish deputetit me persona të tjerë të skeduar nga policia, për të cilët hetuesit thonë se informoheshin nga ai për operacionet policore, nga ana tjetër, I ofronin mbështetje dhe vota në zgjedhjet parlamentare. Qyrbja ka mohuar akuzat dhe kërkon pafajësi në gjykatën e posaçme të apelit.